Marrëdhënia e Eglit dhe Gjesit që pas rikthimit të banorës në shtëpi ka pasur ulje dhe ngritjet e veta. Teksa banorja kërkon që të qëndrojnë në distancë, duke se Gjesi po tenton të krijojë një raport të afërt me të. Ai sot tha se veprimet e tij nuk janë shenja pajtimi, por se kërkon që të kenë momente pozitive dhe mos e shohin njëri tjetrin me inat. Sipas Gjesit, Egli ka hyrë me mllef. Nga ana tjetër, Egli tha se po tenton të mbrojë veten, por nuk ka urrëtie për Gjesin. Ajo po ashtu shtoi se ndjenjat e saj për Gjesin nuk janë thjesht fiksim. Veprimet e mia nuk janë shenja pajtimi, po të doja do të flisja me të. Duhet që të kalojmë mirë, ta shikojmë njëri tjetrin mirë. Ndjej mllef nga ajo, dyshoj që ka qenë thjesht fiksim. Nuk kemi nevojë që ta shohim me inat njëri tjetrin. Nuk është se unë nuk bëj dot pa Eglin. Nuk është se nuk mundem pa Eglin dhe Egli nuk munden dot pa mua. E kam pranuar që jemi puthur, por nuk është ndonjë gjë, deklaroi Gjesti. Nga ana tjetër, Egli kthehet me këto fjalë. Nuk i bën me përshtypje asgjë. Unë jam një natyrë që nëse thuhet një gjë për të qeshur apo bëhet një gest gazmor veçanërisht me një njerëz që kam ndier dhe kam qeshur, nëse më ka ardhur për të qeshur, kam qeshur. Nuk kam se të kem turp. Unë urrëti nuk kam dashur të ushqej veten me urrëtie. Dua të krijoj një barrierë mbrojtëse për veten. I kërkoj të më qëndroj larg, të mos kemi shumë raport. I them Gjesit që nëse jam kthyer, unë fitoren e kam marrë kur kam dalë. E kam fituar veten edhe një herë kur kam hyrë. Kam rihyrë për t'u treguar vajzave që mund të ringrihen dhe nuk është ai fundi. Unë nuk kam asnjë imazh për të rregulluar. Unë këtë vetëm kam dashur, deklaroi ajo.